Isha përgatitur për hyrjen e programit, por sot para se të vija, po lyesha te Suela, siç lyem para programit. Dhe Grimierja Lira po më pyeste se për çfarë është emisioni sot, unë i thash është për vdekjen. Dhe më tha, ua, tha, qa guximi. I thash, pse? Po tha, si mund bësh një program të kushtuar vdekjes, thash ky guximi i madh. Dhe ndërkohë edhe hyrja ime ishte pikërisht rreth kësaj gjëje, që çfarë frikë kemi ne nga vdekja. Kur ta mendosh, është gjëja më e sigurt në botë. Në qoftë se ka një gjë 100% të sigurt, është vdekja. Si shpëtojmë dot askush. Është e pashmangshme. Pa. Procesi më natyral që mund të ndodhë, edhe Dhe prapë e shmangim. shmangim. Nuk duam të flasim për të. Pse kemi kaq frikë vdekjen? Është e panjohur, ka një mungesë, le themi, ku ne nuk kemi kontroll aty, mungesë kontrolli, dhe duke qenë e tillë që nuk mund ta kontrollojmë, fillon edhe rritet më shumë ankthi për të. Po janë dhe situatat që njerëzit mund kalojnë gjatë jetës së tyre që e bëjnë ta kenë frikë. Disa e suportojnë më mirë, le themi, disa të tjerë ngecin aty në dhimbje gjatë gjithë jetës së tyre. Kështu që ka një lloj mekanizmi përballues që është i ndryshëm tek secili prej nesh. Dhe krijon frikë në vetvete, është e frikshme. Dhe duhet ta pranojmë që është e frikshme, është e tillë. Është e çuditshme, domethënë janë dy dukuri, lindja dhe vdekja. Dhe po të thuash sot do flasim për lindjet, dhe mendon bebet vogla, të lezetshme. Është e njëjta gjë, sot do flasim për vdekjen, direkt shkojmë mendjet e varrezat. Dhe ne jemi aq afër varrezave, e kemi aty dëshmin. Ne të gjithë do vdesim. Edhe pa qenë me varreza, dhe prap ne i trëmbemi shumë. Edhe gjithë jeta jon, po lexoja se ishte libri i Alomit, që më pëlqen shumë. Edhe është si thua që gjithë jeta jon është për të shtyr frika e vdekjes, frika për të shtyr vdekjen. Çdo gjë, domethënë, deri te rregullimi i flokëve, frika moshës, se këto të tëra detajet është gjitha. Na shoqëron në çdo moment. Në çdo moment jemi në kontakt me të, po ne, domethënë, në një farë mënyre e kemi shtypur që të mos përballemi. Dhe kur vjen momenti që na përball me humbjet, aty pastaj fillon edhe na shkund mirë ato themelet e sigurisë që kemi ndërtuar, edhe aty fillon pastaj përjetimi, ose siç e tham, ngec, ose superon.